Skema e kombëtare e granteve mbështetëse nga Ministria e Bujqësisë është hapur për 24 orësh, ndërsa fermerët në Shkodër kanë ngritur një sër shqetësimesh. A duhet të ketë një farmacist bujqësor këtu? Si ne marrim pesticidet, kimikatet, edhe s'ta shohet fatura? Për sa kohë që tjetë ligji 7501 fuqi, ne kemi vetëm vetvrasje. Tonë na japin drejt sa herë tash 15 vite, thonë po gjatë s'bëhet. Pse 1 milion lek për një aplikant fillestar, 1,5 milion bien kalim, edhe 2 milion lek. Kosta është një lloj. Kam një parcelë afër shtëpie, që për arsye që e din bashkia, ka dalë ligji 2020 për vitesh, nuk i pëlqen shumë më apliku. A mund ta digitalizoj atë pjesë që më taj mi bën letrat? Janë mëllë borxhatën tonë veri pothuajse. Na kërkojmë të lanstonët e tona se dim që rrejnë, por me na bon kilën e sumstit, sa kilën e ujit e këtë dona. Prej Bashkimit Evropian kush t'i ketë ndorë këtë zona. Nga ana tjetër, përgjegjësia e sektorit të autorizimit të pagesave pranë AZBR Elisa Gjafa u shpreh se të gjitha shqetësimet e ngritura do të mblidhen dhe do të adresohen në institucionet përkatëse. Një grup i caktuar i AZBR-s do të jetë në terren për të mbledhur të dhënat përkatëse sipas tokave bujqësore, do të regjistrohen dhe digitalizohen të gjitha tokat bujqësore. Takimi në Shkodër synoi informimin e fermerëve mbi procedurat e aplikimit, kriteret për përfitim dhe hapa që duhet të ndjekin për të shmangur penalizimet, duke i orientuar drejt përfitimit sa më të plot nga fondet në dispozicion.